Mirëmbrëma qytetarë të këtij vendi, mirë se keni ardhur sot në këtë protest. Do t'ju pyes, a e pat sot teatron nga selia e këtij kuvendi? Teatro kam bërë gjithmonë ata. A e pat se si disa shtyeshin e zhgryeshin e disa të tjerë mbanin përpjet kartonin jeshil për të miratuar ligje, si me qenë policë trafiku, me gjithë respektin për punën që bën policët e trafikut. Janë këta politikanë që pastaj i thon popullit ngriuni dhe dilni në protest. Kur politika kthehet në qesharake, ajo meriton vetëm përçmimin e popullit. Po ne, për çfarë jemi mbledhur sot në këtë protest, në këtë natë dhjetori të vitit 2025? Për çfarë ja vlen sot të protestosh në këtë vend? Kur për 35 vjet kemi parë se si tenderat janë vjedhur gjithmonë, se si ministrat e kryeministrat janë pasuruar gjithmonë, se si gjatë gjithë karrierës së tyre politike kanë jetuar në pasuri e në luks, e pastaj kanë marrë ato para e kanë shkuar me pushime në Karaibe. Madje disa prej tyre as nuk shqiten, tigjen qafe, po aq mirë ndjen veten në politik. Dhe shqiptari i thjesht, kur dëgjon se si janë vjedhur për të satën herë miliona euro, nuk i bën më përshtypje. Për 35 vjet ka dëgjuar se si në fillim vidheshin 10 mijëra euro, pastaj 100 mijëra euro, e tani më miliona euro. Por në dua ta shfrytëzoj këtë rast për t'ju bëj që ta kuptoni pak se çdo të thot 50 milionë euro për të cilat akuzohet Belinda Balluku. Me një tender. Për gjithë ju banor të Astirit, që banorin në një zonë me 70.000 banor dhe nuk keni asnjë shkollë të vetme. Sa herë që ngjesni në trafik me fëmijën tuaj për ta çuar në shkollë, kujtoni. Kujtoni se 50 milionë euro që ka marrë Balluku dhe Rama do të mjaftonin për të ndërtuar të paktën 10 shkolla të reja, edhe me kostot e fryra që bëjnë këta me tenderat. Për gjithë ju të sëmur në mbar vendin që përplaseni në dyert e spitaleve publike dhe s'ju hedh njeri syt, ose në dyert e spitaleve private dhe i kontrollojnë nga xhepat. Kujtoni që me 50 milionë euro që ka vjedhur Balluku dhe Rama, mund të ishte ndërtuar një spital i ri i madh rajonal me standarde ndërkombëtare e me 10 spitale të tjera më të vegjël. Po shtajdutët! Për gjithë ju pensionistë, që bonusin e fundvitit për herë të fundit e morët për këtë vit, e që nga viti i ardhshëm, kur mos ketë më bonus, për shumicën prej jush pensioni duhet më i vogël se sa këtë vit, kur të shkoni të blini ato ushqimet për vitin e ri, e kur të kruani xhepat e t'ju pikojnë në zemër, se nuk bleni dot 1 kile djath më shumë, kujtoni se ato 50 milionë euro që hëngri Belinda dhe Edi Rama janë sa gjysma e parave që shpenzohen në vit për bonusin e 700.000 pensionistëve. Kujtoni dhe mos harroni se si ju vjedhin këta, sepse vetëm kështu do të kujtoni se për çfarë protestojmë. Ne protestojmë se duam të jetojmë në një Shqipëri normale. Jemi lodhur më nga hajdutëria. Ne duam që as polici mos vjedh më, as infermieri mos vjedh më, as punonjësi kadastrës mos vjedh më, as drejtorit tatimeve të mos vjedh më. Ne duam që çdo shqiptar e çdo shqiptare të jetojnë me dinjitet, me punën e vet. Bravo! Por ama që kjo të ndodh, që ne të ndërtojmë Shqipërinë që duam dhe Shqipërinë që meritojmë. Qarë priti duhet prerë koka. Të gjitha ata pushtetar që hajdutrin e kanë ngritur në pjedestal dhe po i falen si ishte Perëndia. Gjitha ata pushtetar që kanë shkretuar dhe kanë zhvadur Shqipërinë tonë duhet të përfundojnë në burg. Dhe që kjo të ndodh, ne si shoqëri duhet bëjmë detyrën tonë. Sistemi i drejtësisë po e bën detyrën e vet. Sistemi i drejtësisë, ata përfaqësuesit tuaj që ulen ato ndenjse, atyre u ka kërkuar që t'ja heqin imunitetin Belinda Ballukut. E pra tani është radha jonë, tani është radha e popullit që atyre 140 deputete përfshi dhe mua, tu thot që
Belinda Balluku nuk ka vjedhur në emrin tuaj, po jeni ju të vjedhurit. Tu kërkoj llogari për ato mandate që i kanë marrë ashtu si i kanë marrë, të mos guxojnë, të shfrytëzojnë për t'u bërë mburojnë Belinda Balluku dhe Edi Ramës. Të mos guxojnë. Ky është momenti. Ky është momenti të bëjmë detyrën tonë si shoqëri. Për shoqërinë që do t'u lëmë brezave tanë, Gjarpri është në gahma dhe ti të fundit, le t'ja presim kokën. Faleminderit.